Jemi kthyer në emision, shkojmë tani në zhvillimet në Kosovë. Ka dështuar seancë për amendamentet e presidentës Vjosa Osmani. Bëjmë të mjafton se pas pak minutash Vjosa Osmani do shpërndajë parlamentin dhe Kosova shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Albin Kurtit nuk I mjaftojnë as 51% të votave për herë të parë që merr një parti politike e vetme për të qeverisur. Nëse herë në parë edhe justifikoi kësaj radhe, pyetja është, ky njeri kërkon apo s'kërkon të qeverisë Kosovën? Anton. Nuk e di, mua më duhet një pabërgjeshmëri shumë e madhe, në fakt. Një guxim shumë e madh që të marrësh votbesimin e shumicës qytetarëve të Kosovës, të një shteti të ri që më shumë se çdo gjë ka nevojë të tregojë që është shtet dhe funksionon si shtet, më shumë se gjithçka tjetër, dhe të kërkosh pushtet absolut dhe në funksion të pushtetit absolut ta hedhësh vendin në aventura si zgjedhjet e parakoshme dhe të jashtëzakonshme sa herë të duash. Ndodhi kjo në shkurtin e vitit që shkoi. E pam që nuk bënte as zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, u bllokua se nuk zgjidhej dot kryetari i parlamentit, nuk negocionte me opozitën, e fyente opozitën, dakord. Nuk pranonte të bënte koalicion me askënd për të dhënë, se gati ishte Fatmir Limaj që mjafton të bëjë kryetar parlamenti dhe jepte votat për qeverinë dhe qeveria bëhej, nuk rindej Kosova me një vit pa qeveri, me qeveri kujdestare. E pam që ndodhi dhe tham, mirë, funksionon demokracia dhe kështu. Pavarësisht se Kosova ka nevojë urgjente për qeveri. Pavarësisht se Kosova është shtet I ri dhe nuk ka luksin që për tekat e njeriu, jo për funksionin demokratik, se funksionin demokratik është zgjedhje, parlament, qeveri, koalicioni. Po për tekat e njeriu mund të shkojë, dakord, dhe në zgjedhje të parakoshme. U bën zgjedhje të parakoshme. Fitoi zgjedhjet e parakoshme me 51%. Çfarë duhet bëjmë më qytetari I Kosovës për të pasur qeveri? Çfarë duhet bëjmë më shqiptarët e Kosovës që të ketë një shtet normal? Zgjedhjen e presidentit, zgjedhja e presidentit mund të bëhet fare mirë në bashkëpunim me cilëndo parti të rëndësishme opozitare me një kandidat konsensual, nuk ka asnjë problem. Pse duhet të takoj patjetër shumicës parlamentare për zgjedhjen e presidentit I ri? Në qoftë se Vjosa Osmani s'do pranohej, mund të gjende një president që ta pranonte LDK-ja ose PDK-ja. Çfarë problemi ka nëse kontrollohet pushteti ekzekutiv I qeverisë nga një pushtet ekzekutiv I cunguar, siç është ai I presidentit, duke pasur legislativ. Ka një qëllim të fundit. Se shiko, ka një kleq kushtetuta E Kosovës. Në qoftë se kalon të sot data 6 mars, pa u zhvilluar seanca për zgjedhjen e parlamentit, presidenti ja shpërndatë automatikisht parlamentin. Në qoftë se regjistroheshin 2 kandidatë dhe nuk zgjidhet për president, dhe nuk zgjidhet presidenti, futet në ciklin 6 ditor të zgjedhjes presidentit. Tani në minutë të fundit VV-ja I ka dhënë firmat edhe një kandidat tjetër dhe janë bërë me 2 kandidatë. Pra, për të fituar 6 ditë kohë, sepse Albin Kurti do me çdo kusht që zgjedhjet e parakoshme e jashtëzakonshme të bëhen verës kur është diaspora në Kosovë dhe jo për 40 ditë. Sapo e kanë firmosur 30 deputet për një Fatmira Kolçaku, se kam dëgjuar ndonjëherë. Emra që I përdor Albini sa I duan. Problemi është ky. Pra gjithçka kalkulime politike dhe as pak interes për qeverisur dhe ndërsa Kosovës. Sa di, nuk do të qeverisë, nuk do të ketë përgjegjësi. Nuk e di çfarë është, por di që kjo situatë e jashtëzakonshme nuk e meriton Kosova. Nuk e meriton një shtet që funksionon, ku demokracia funksionon. Ne pam edhe vjedhjet e votave në disa zona për disa kandidat, u kapën, u ndëshkuan, u morën masat, jo si Shqipëri. Dhe u morën masat me njerë. Dhe u vuajt drejta me njerë, nuk u bë asnjë demokraci funksionale. Unë nuk e di çfarë kërkon më shumë një kryeministër, një parlament dhe politika dhe klasa politike nga funksionimi I një shteti demokratik. Kështu që mendoj që nuk e meriton Kosova të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk e meriton as në qershor, as në korrik, në asnjë situatë. Meriton të ketë një shtet konsoliduar që sigurisht përcaktohet nga bashkëpunimi politik. Dhe nëse nuk ka bashkëpunim politik në çështje të mëdha, atëherë unë nuk e di për çfarë donin shtetin, për çfarë I duhet. Mos e kuptoj. Andrej, pabërgjeshmërinë e një kryeministri që ka gjithçka. Në një kohë kur
Jo, nuk po flas për rajonin, po për bota është në krizë për shkak një lloj agresioni Iranit, qoftë me vendet aty në rajon, po edhe me pjesën tjetër, unë besoj se një stabilitet tani Kosova nuk është faktor absolutisht këtë gjë, po stabiliteti i Kosovës ka indikim minimalisht. Shumë me Kosovës mu? Po pra, jo vetëm Kosovës, po nuk besoj se sot është koha për diskutuar apo të krijuar. Se jam në korale me kontakte nga kuvendi i Kosovës, ndërkohë që në qoftë se edhe me dy kandidatë, presidenti nuk zgjidhet sonde, pra me datën 6 mars, Vjosa Osmani do ta shpërndajë parlamentin. Dhe Albin Kurti do i drejtojë gjykatës kushtetuese me argumentin se ka filluar procesi në kohë. Fakti që ata i refuzuan fundamentet e Vjosa Osmanit sot, edhe pse ai kishte firmën e 41 deputetëve. Pra, dhe si i rrezuan nuk plotësohet kuorumi. Sepse presidenti ja kërkoi votim të presidentit drejt për drejt nga kushtetuese nga populli. Dhe që ndryshohet kushtetuta 2/3. Ato u rrezuan me nuk kemi kuorumin, u gjet formë. Pra, ka hyrë një spirale tani që askush nuk thot dot në saktësi se çfarë do ndodh. Nuk është ai edhe pse pak sa në orën 22 mos gaboj, fillon. Tash në orën 22 fillon. Jo, do ke ishte dakord që ti bënte ndryshimet kushtetuese të propozuara nga. Jo, do kjo tha diçka tjetër. Tha diçka tjetër. Ne për Vjosa Osmanin, 15 deputetët tanë, nuk garantojmë që votojnë gjithë për të, por në sallë dhe korumin do ja plotësojmë. Pra i tha Albin Kurtit, në mënyrë indirekte, ja ku është emri konsensual, 66 ti dhe 15 Vjosa dhe LDK-ja 81. Siç ndodhi në fakt para 5 viteve. Se duke qenuar LDK-ja në sallë u zgjodhi në të njëjtën mënyrë. Ku edhe vet Albin Kurti e cilësoi Vjosa Osmani si kandidat me integritet, i unitetit kombëtar dhe sikurse ashtu rezulton se edhe ftesa që pati te porti i paqes ishte për këtë arsye. Nuk ishte ftesë që te kalonte pra se si thuash uniteti ose integriteti nuk kalonte nëpërmjet as Albin Kurtit as kund tjetër, do ishte ftesa për të. Prandaj ishte për Vjosën që linte. Ta bërë pak më konkrete. Domethënë, unë e kam përkrah fort Albin Kurtin dhe kam menduar që është dhe mendoj që është një kryeminist i mirë i Kosovës. Por kjo çfarë po bën, duke mbajtur Kosovën vetëm në krizë, derisa ndërkombëtarët ta kenë vetëm ato si interlokutor, sepse po shikojmë fotografinë e fundit të Elisa Spiropalit me Vjosa Osmanin, dy persona të pranuar ndërkombëtarisht, kryesisht nga amerikanët, u dogjën nga dy kryeministrat, pikërisht për këtë punë. Elisa Serama nuk u la të shkonte në Davos dhe e kishte Elisa ftesën për Davos, siç e bëri Turqia me ministrin e jashtëm, dhe Vjosa Osmani që ishte stari i bordit paqes nga presidenti Trump. Duket se dy kryeministrat janë të gatshëm të djegën një organin për një plesht. Pra, kur nuk pranohen nga ndërkombëtarët, kushdo tjetër që pranohet, ata e djegën. Logjika të çon këtu. Unë kam qenë nga ata si juve që kam përkrahur deri në fund për qëndrimin e tij Kurtin, sidomos në politikën e jashtme, integritetin edhe qëndrimet